أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Do lexojmë meselen e 15 këtë libër Sawadul Adham. Dersi para fundit ishte lidhje me munkerin dhe nekirin, se në botën e varrit njerëz do besojshim se ekziston, pastaj do vinë dy me lajqe dhe do të na parashtrojshin disa pyetje. Tash meselja 15 do të jetë në lidhje me prap të vdekurin, se i shkojnë lutjet, sadakat, veprat që bëhen për shpirtin e atyne nga njerëzit e gjallë në këtë dynja. Apo. Gjeni host na tregoj se ku e di cila këngëtare në dinja me famë botnore kështu, i bëj ka koncertet ditë pune, jo në vikend, zakonisht në vikend bëheshkan, që të kijen ma shumë biletat, shiten, ku e di, ma shumë xhemat kijen. Po i bëj ka në 12 natës ditë pune, që edhe të nesër mi tjetë ditë pune. E në kure pas kanë pyet atë këngëtare, pse bëjsh kështu? Thot, e bëj që të vinë vetëm ato që alis mdunë mu, të flijojnë pak dënise, po. Në më thonë të flijohet nesërmit pa gjumë vend punës, e në atë dit i lodhët për pune, ose ndoshta talon e punën e në dvaje, koncertin të mangjoje. A nësi i bëjmë derset, të premten në ora 8:30, mendojmi a ka futbal, a s'ka futbal. A më ka thërë dhe kushin kafe, a më ka thërë dhe kushin kafe. A kom shkojmë misafir, a s'kom shkojmë misafir. Ma pasit gji vakët dhe shkojnë derse. Zaten kinjeri nuk duhet të dvejnë derse. Vallahi billahi. Kur nga kalëzoj, a i hoxha që këtë, nuk o hoxha fansi asaj këngëtares, po e kanë gju këtë si informat. Tring, hoxhën të Mahmud Efendin ma kujtej. Të djelat ma sabahit derse. Kështu që, e në ne mirë është, që ki vakët është halis me atë logik. Duhet flijojsh për i gjumit. Duhet flijojsh një ditë djele kje ndoshta. Mund të shoqja të thosë a i shkojmë dhe ku në shotisim. E nuk lijen këto. Një dynja për qatë kinar, për të mësu pejgamberin, për me mësu dinin e Allahit. Se nuk kajnë fund ato punë. Nuk kajnë fund. As punët, as shëtitjet, as knacit, po edhe behanet e nefsit nuk kajnë fund. Turkët thujnë fan një shprehje, behanja është si prapanica, çdo njeri e ka. Çdo kush ka, me organin që ulesh. Për çet, sa është e vlefshme ajo t'ja kallëzosh dhe kujta, marrish vesh, shef hoxha, qa që është edhe behanja ta dini. Sidomos çështjet fetare, behane s'ka këto. Këtë fe behane s'ka. Fela ta'tadhiru al-yawm, thot Allahu. Sot mos më arsyetoni, behane mos më paraqitni. Tamam. Për çat, njëherë kina ardhur këtë dynja, këto derse, si thot Mahmud Efendia, nuk e ke dasht, për çat nuk e ke ditë. Se nëse e dush, Allah i ta bën nasipet e ta dish, ta njohësh. Kështu që ne elhamdulillah e duam Allahin, e duam ehli sunnetin, e ne lexojmë një kitab me parimet e ehli sunnetit. Tamam. Ama ai që s'ne flijon një të shëtitme, ai që s'ne flijon një qef, apo një misafirlek, e në bas kur është dita e dersit i bon ato knaci, ai do më thonë, nuk e doj ka Allahin, behane s'ka. Ama hoxha që më falë, ma bon halal së nërda se kisha, si me ma kupton. I unë gjepantullet ma kalzove atë, estakfirullah. Aty duhet sytë të i ruj, behanet kur i njëj duhet veshët me i rujtë. E ne ju bonë i qashtu. Nesër dë martohen a fëmijë sent, dhe njësh behane. Suneti pejgamberit është, po edhe kur ka qenë shumë e palogjikshme, është bo si i kuptu shumë, jo se e ka kuptu, se nuk o për të kuptu ajo. Tamam. Ato që u vonu në luft, ka zbrita jetë Allahu ta'ala vërna. Ale thelathet i ledhin e khullifu. Musliman të vërtet nuk ju arsyetun pejgamberit. Munafikët ju arsyetun. Ato 3 veta kur i tha, ju pse s'erdhët luft? Ja Rasulullah.
S'kemi arsye. Që kjo musliman. A ju bo sahabi, këto qerët ishin munafika. Që isha gruja, koma, midisi, kraja, ilaci, ajo, kja. Bash me ato pejgamberi ka busqesh. Ani, ta pranoj. Kitë familjarët e këtune 3 sahabive, shkobe pilafja një behane pejgamberit dhe ta pranoja. No, behane me pejgamberin s'ka. Allahu Teala bash ato i dënoj. Sa ishte 40 ditë, atë 3 muj. Nuk u foli pejgamberi a.s. Muslimanit nuk i folet. Muslimanit i idhnohet. A kupton? Munafiki, gjithi ka më falë që për ato pleqët e gjamis nuk dhe idhnohem me ato, apo? Ne që dhe bëjmë dhe një aktivitet. Va këtë dersi. Futbal që Allah. Ama ne ditët e para më kujtohet kur njeri apo duhet nëse një aktivitet. Në shef mbet si kulturën të tof. Neski gjami unë bajtën 8 vjetë me gjlisa. Hajtë që në ta nëjse dhe kushat kulturë. Dhe ta nëjse ta shofëm. Kjo do në sabër, belosh, kjo do në përgatitje, kjo do në t'i durujsh njerëzit 100.000 lafe. Gjdo javë. Ma ka parkir rabën, kush jon këto, pse mbriden ato, pse ka ankesa pjagje, ka ankesa pi këtau hishin, pi këtau dilshin, se du është synetin e pejgamberit me vamsu njerëzve. Nuk se veç unë mund t'jam soj, ka në oxalartje. Pajt një shpertin aty në oxalarve që kanë hek për me ndërtu një mezhlis, për me vamsu njerëzve që dun t'a njojnë pejgamberin a.s. se e duan. Borç ne oxalarët e kemi t'i mbajmë këto mezhlise. Qashtu me behane, me 2 veta, me 3 veta, do njerë 50 veta. Po, do njerë që kalon plaki para kamerës, nuk i intereson të ndërpret dersi, nuk i intereson. Pa i t'ja shpajti njerë gjika hek. Ama me ato dhe jemi busqeshëm, sa i gjina, si hynte dru në ders, dilte drupi dersit. E nuk prej qapi ati dënise. Ama pi gjemve të ri gjiveshin halis të njojnë dersin. Mo pi ati një lëvizje vogël, bol këtë e duroj. Anë e të ma preshish koncentrim. Anë të da qesish telefonin të ashojsh Real Madridi sa asos. Gjithë qesish telefon vakët dersi, shejtani ta kuptonat, ta kujtonat. Nuk do qesish për të një pun të hajrit. Nëse sahabat kanë dhe si, më falë shprej, si statuja, si gurës, si drunjë, të palëvishëm, kur bosh hoq e kuptojsh këtë tërbijet sahabive. Tamam, edhe janë diku shumë nga dersi i pejgamberit e kanë gjumë me koncentrim, po e në aman më bëje vakitja prishi koncentrimin këti të dashuri, se çdo shkronjë e këti është din që të vlederin kiameti, a qëfar vizioni, qëfar lartë pamësie sahabat. Shqipë jonë, hin, dil, drung, ma bënd me gishen, e këto i kina përjetu, ta bënd me gisht, në ders, së më gjithon të kalzohet tash. Dul folin telefon, hini prap, ne që këto diti përjetun pa të vim që kësi me zhlise, dve njeri pi Austrije, pi Gjermanie, pi Amerike, duhet njerë t'i durojsh të pa. Ama ty të sprovojmi ne. Tash vazhdojmë, meselja e 15 ishte se duhet besojmë që lutjet, sadakat, që i bëjnë të gjallurit, për të vdekurit, për shpirtin e atyne, u shkojnë dhe pranohen si shpërblime për ato. Për ndryshe kush e mohon këtë, quhet mort e zile, thot ky dietari i madh, sepse ato e mohojnë këtë fakt. Thot tash myftiu që e ka bërë sherh këtë libër. Lutja është nga synetet e dinit të islamit. E sot ky ders pak mund zgjase më shumë. Ta bëjmë kazan e javës së kaluar. Synetet e fesë islame, çka do kuptojmë, janë nga synetet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Më e rëndësishmja, një prej më të rëndësishmeve është edhe duaja. Ka thënë i dashuri jon sallallahu alaihi wasallam, lejse shay'un ekram ala Allahi min ad-dua. S'ka diçka më të ndershme, më të vlefshme te Allahu se sa duaja që e bën një rob i tij. Fa inna ad-du'a mukhul ibade. Sepse duaja është palca e ibadetit. Tamam, palca, jo më e pastra. Para mendoje një ar, ja hekish ato kërrubet, e në del aty, mapa,
ajo e pastër, e hash, e në qajo të knaq. E në lutjet tonë jonë qashtu. Lëvizje, probleme, gajle, strese, andej, këndej, kita to si keni kërrube, dë njerë mirë është Allahu Taala me hikmetin e tij e sprovon robin që t'ja dëgjojë lutjet më të sinqerta. Si tham, shpesh muret e spitaleve kanë dëgju lutje shumë më të sinqerta, më të pastra, se sa muret e xhamis. Se në xhami e rahat, zakonisht në hoxhallarët mas me vlut, mbas dreke ka pat me vlut, kemi hangër një 8 kg mish, kemi ndejt aty deri 100 di, kina hub vakët 3 sahat, kot e kot kemi hub vakët. Kot e kot kemi hub vakët. Pse? Ders nuk u mbajt. Atër, kot e kot është. Për një hoq, ajo është kot e kot. Nuk ishim zot për buk, po elhamdulillah na bon ky millet sajgji, na nxjerr një buk shumë të madhe, shumë të mirë, e zeqatin e asaj ta pagjujmë, sadakan e asaj, po këndoj një diashera për me, që po nuk ishte kjo, nuk ishte kjo. Pejgamberi në ato vende ka mbajt ders. Vdekje ka fol për vdekjen. Martes ka fol për martesën. Synetie ka fol për synetin, për fëmijët, për edukatën, për sen. Ala muqtedal hal, do me thënë sipas gjendjes, sipas rrethanave. E njerit kur i ka ndodhur diçka në për atë aspekt, për atë temë kur gjon do nisej ngjallet zemra. Të vdes baba këndo ilahia. Marto e gjalin ilahia e njëjtë. Vallahi se ne lidhi këtë. E nuk e thom këtë me qibër kështu. Ama një ditë dhe kuptojmë gjithë se këtë që këto kanë qenë humbje kohe. E ne ke fry barkun e në visht është 100 di. Psst, tu ja bo, e në atë lutje që e bësh mas namazit, barku të shkaq. Ama Allah i në rujnë spital. Kur e shohish mo se o tu e dorzu amanetin dë një antar joti familjes, ja Rabi, shpëtoja imanin vërë. E një hapir sytë që kaq, nga frika se e pa e realitetin moskije, kur gjon dorë të i të bëjsh, a jeshtu e dorzu amanetin. Allah ja Rabi mo nësë provo me sprovat më dhaja. Si thuj njerëzit vdekje me rend. Tamam, të caktimi Allahit ne nuk e dim si është rendi, ama për hesapet tona. Ja Rabbi, mos nësë provo me sprovat që i ka përjetu pejgamberi on i dashu sallallahu alaihi wasallam. Pasi e sqaroj që duaja qenë ka një element shumë i rëndësishëm, ky dietar i perandorisë osmane, tash na tregon se paraprakisht duhet duan të paraprin disa kujdese, disa edepe, disa sjellje. Dhe thot, më e rëndësishme aty në është me qenë ajo kafshat e bukës që dhe ushqesh barkun, me qenë halal. Sa'd ibn Abi Waqqas e ka pyet pejgamberin ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, pse s'na pranojnë lutjet? Pejgamberi alaihi salatu wasallam tha, ja Sa'd, ijtanib anil haram, duhet me urujt nga harami, sepse çdo kafshat buke që hyn në bark me haram e pengon pranimin e lutjes për 40 ditë. E tash hala po u kompletu 40 ditë të prapë pive atë lang që ndoshta ka brenda një 0,10% alkohol. Ato emulgatorët mbas duhet t'i kontrollim. Nuk flas për halis bira e raki e mishderi. Ne duhet kujdesemi në çka futim bark. Fëmijëve tonë çka u futim, që ato smokit, chipsat, Allahi e din që kanë brenda. E në mapa hoxhës na pranojnë lutjet. A dini piku mund ta kuptojmë se s'na pranojnë lutjet. S'kemi ndjenja kur bëjmë dua. S'ka ndjenja, e bëjmë vetëm si robot. Amin, a fakt nuk jemi lut kurza. Ose që ato klasik, o zot që na e pshëndet, na merr me iman, na fejt në xhenet. E kërkosh xhenet a zemra kërkon. Pikpyetja shumë e madhe është për atë lutje. Se nuk je ndjenja. A dëniherë si të zbuten ndjenjat apo zemra si të zbutet, si të njomen syt, lagen. Ja Rabbi, neve si thujmë të tof mornejcat ngrejen pak, ta dish se ajo lutje pranohet. Që ato në isharetet në këtë dinjo për me i kuptu, lutje të më pranohen. Për qatë të bojna njerës me emocione. Nuk. Disa të gjims, vel mu'minin e vel mu'minat, vel muslimin e vel musliminat, ahjajun minhum vel amat. Veç përmendesh, nuk shkon me përmendesh.
Pa çdo herë nuk bëhet lutja e njëjtë. Çdo herë nuk bëhet lutja e njëjtë. Ani ndryshe bëhet lutje kur ka vdek një plak 120 vjeçar, në atë mezhlis ndryshe duhet bëhet Allah i na rujt nëse ka vdek një 20 vjeçar. Te me atë lutje bile mund t'ja udhëzosh njerit zemrën. Prekish tak me dua. Ma pa, tamam, ne arabisht di bëjmë duat, hiç pa problem aty. Është me kruhzatën me përzi fjalë tjera në vend të arabishtes gjatë lutjes. A e bonëm arabisht duan. Amin, ja arhamer rahimin, ja arhamer rahim. Nëse në njëherë, gjuhën tande. Në gjuhë arabishtën ta hekim komplet. Ama nëse në gjuhën tande ta kuptoj njerëzit për çka i lutesh. A ishim mas xhumaje në dyqanin që e hapi njeri. Arabisht e bona një dua. Amin. Gjunafi se kupton. Kur e bona në gjuhën e ati, amin, dridheshin xhamat. Dhe me njëtën e bona në arabisht, Allah i dhash bereqet dyqanit, kur e thash, se ato ishin ma turqeni, kur e thash turqe, amin. Pse e kupton njeri. Pa në lutjet duhet t'i bëjmë me ndjenja. Pi aty kuptohet, a dhe e pranoj Allahu Dhul Gjelal apo jo. Sa bukur kanë thënë dietarët. E dua u miftahul hajje. Duaja është çelësi asaj nevojës që e kije. Tamam, çelës. Kije nevojë duhet hysh këtu, duhet ta kijesh çelësin. Shif duaja. Mirë po, dhëmët e atij çelësi janë kafshatat halal që dishtish në bark. Vetëm ulemat mund t'i vënë këto krahasime të bukura. Jo se cili çelës e hap këtë zyrë, këtë mezhlis, apo? Atë të i gjë e Kjo është çelës ma specifik, dhëmët i ka pak ma ndrejshë. Kur e kam fjallin e çelësit, jo halis çelës, tamam? Të të bëhet nasib, këta u të hish, e në agjet hish. Qa të kam fjallin? Inshallah, mo ju këto metafora duhet t'i kuptojnë, apo? Po, do me thanë, kafshatat halal janë dhëmët e aty në çelësave, po edhe veshmbathja halal janë, se nuk ka vetëm një dhëmë e çelësja, po ka 3-4 ose e kom vërit. Janë ushqimi, pija, veshja, puna që e bëjsh e kje halal. Atër, a kapën ato dhëmët, trak ta qelin atë derë, e në ma pa vinë ato kabullet, pranimet e lutjeve. Qetër, dhëmë, çka do konsiderohet, me bo të gjdit teuben, në pak këtë derë se lexom atë ditë, apo? Kur ishim vikendit në shafkë. Ama shef, që mos vije reprize njëjtë, këtë stabon seriali harxojnë miliona $, për një epizod, shef. Unë që mos jetë e njëjta, pak shtoj tash komente tjera. Duhet me ripërtri teuben, nëse dush të pranojnë lutjet. Kushti i parë, barkun me halal. Kushti i dytë, veshmbathjen me halal. Kushti i tretë, me ripërtri teuben, nuk thot mos bësh gjunafe, sa jo s'ka shancat ndodhe, ne do bëjmë gjunafe. Ama me ripërtri teuben. Thushe njerë, futbal nuk do të qëlloj. Dodh bashkë rezultatet. Shejtani be, abe shejtanët kanë hinë teren, kanë lujt, vetëm të fitoj ekipa jote, ose të hupe kundërshtar jote, që prap të krefe. Tamam. E në shkon ekipa jote në finale, një më fund, shkojnë një vjetë kotë. Shkojnë një vjetë kotë. Në gjdo javë ke hargju ka 2-3 sahat kotë. Në njavët njëherë mbajmë ders 50 minuta. Me qenë njavët vesh një futbal, ta qëlloj halal 4-4, hajde që. Nuk o vesh njëtë, kur e qëllojsh një, e qëllojsh në qetërën. Kur je ka reali, e qëllojsh në barca gjibon, apo? Allah ja Rabi na shpëtopi këtine idiotësive. Kadir Mësërollu historiani thoshte, ma idiot i ven gjahil. Ma gjahil se ai që qullon futbal, ma budal se ai që shikon futbal, thot s'ka. Mobe. Gjerë sa ishim studim e lamdullah hiq ajo dijet, ama që dhe njerë ndodh, apo, interes. Ja Rabi, boj që këto derse sebeb t'i bëjmë të gjdit të ubet. Të gjdit i ven me i ripërtri, ta mbajsh pre-reaktivat. Gabova prap të ube, Deri sa të lodhet shejtani, nuk të i të lodhesh.
Dhe një kusht tjetër, mos të shpejtoje në kërkimin e pranimit, në kërkimin të i bëhet kabul ajo dua. Si? Those këshu, u luta në Allah s'ma pranoj. Këshu jo. Kjo e idhnon shumë Allahun dhul xhelal. Lene, Allahu e din më mirë, kur duhet të ta pranojë. Një kusht tjetër, shumë dhamu ban të këtine qelcave, nuk kanë si qelcat tonë. Mos mërzitet të bo dua. U lutet 2-3 vjetë, e ne dorzohesh. Jo, me lutojnë. 25 vjetë, beqar. Lutojnë një 25 qera. Një 25 minuta qera isha. E ne kur e ishtë, tring vëjnë një mesazh për tezes, hajde për hajrë se pranojt zateket. Tamam. Mos u dorzo. Ta shkruajmë një libër, mos u dorzo, mos u trishto. Sepse thot, momentin kur mërzitesh nga duaja në me bëhat lutje, nuk dhe ta pranoj Allah. Ashtu është me raportet tona me tash. Apo, me bëhat e qeren, hukubet, se ja bish burit një qaj, ose një qifle, ose një tost. Tamo me merë njerë, ama do njerë mund të plasë në kaftyra. Gjo kjo ftajt. Nuk pranohen to, apo. Nëse buri si ja pranon kështu gruas, apo baba, fëmijës vet, gjarit. Allah i na pranojnë neve. Po Allah i shumë i mëshirshëm, po Allah i mëshirshëm, ai është në krijuesi jonë, ai meriton më shumë respekt. Buri meriton shumë më tepër respekt, t'ja krysh një punë me fytyrë të buzëqeshur, sesa atij shefit në vend punës t'ja krysh, apo. Baba, buri, ose gruaja, po vallahi në gruaja. Ne jemi ma të mërzitsh, më mërzitsh se ne s'ka. Vaqesim ka hunda, se një herë do shkojmë deri në Kiper të blejmë diçka. Që, realitetin e flas. Realitetin e flas. Nxjerrim ka hunda, i bëjmë ne këto, Allah ja rabi na fal. Nuk do ma që i bëjmë. E ne jemi qashtu. Për pazar, për në shtëpi kërkon njeri i shtëpis, ne i vaqesim ka hunda. Vaqesim ka hunda. Këtu e ne pak të korrigjojnë. Pastaj duhet të dije muslimani se Allahu dhul xhelal kam shef shumë sende në këtë dynja. I kam qef, nuk ne i ka bërë të ditura. Pse? Për një hikmet, për një urtësi. Cilat janë ato? Për shembull, e kam qef rizan e ti në për veprat tona. Nuk e dim të cila vepër është rizaja Allahut. Pse? Që të shpejtojmë e të vrapojmë këtë punët e hajrit të bë. A mund thuish, sa glam Allah i të bojt razi une si ta fali sabajnë, po duhet e ne drekën ta falish, duhet e ne 100 ta falish. Allah i të bojt razi si shkoj një diher në ders, nuk duhet ta njetën të vish në ders, një moment ta gjem rizan e Allahut. Qetra, e kam qef edhe zemrimin, hidhrimin, gadabin e ti në për gjunafe. Pse? Që të hiki shpise cëllit gjunaf. Tamam. Millet jonë e ka për muslimant e devotshëm flas. Zina më bjere, në kamat më bjere. Ama o loqë, e në leasingi është problem. Se të leasingi fejten 2 akte në një bej. Bëhet em me qira kja pagujsh, më fund ma pa edhe të ta shese për një çmim, apo? Ka do forma ndryshme të leasingit, unë nuk jom qaq në rjedha me këto, ama të pakten e kuptoj se këtu ka 2 veprimtari. Thot hoxha më nuk ka kamat. O losh, nuk o vetëm kamata haram këtë dynja. Tamam? Nuk o vetë zinaja, të e në dalish pa një qah është haram. E në qkrush pa një qah është haram. Koncentromi vesh të gjunafi i math. A ku e dish, do njerë Allahu taala të një gjunaf me i vogël, mund të keq shti aty hidhrimin e vetë shift, na e kam qef. Pa qa duhet me i hik kitë gjunafeve. Qetër, e kam qef evlian e ti mesin e njerëzve. Pse? Hikmeti qka është? Që njerëzit se cëllin janë i qetërin të respektojnë. Ku e dish, qatë që dush të ashajsh është evlia i Allahit. Mi po evliat kanë pak kanë karakteristik, kanë tipar. Për shembull e shohësh Mulla Mahmudi, 90 vjet hiç pa ndal, evlia Allahu Teala është ai, tamam. Din halis pi evliave është. E shohësh se ka pak do hesape. Ja bën nasip Allah 90 vjet hiç pa ndal Kuranit t'i bëj hizmet.
Me atë dhe kjesh kujdes. Mahmud Efendia jo në Stamboll, dhe të në shifja ftyrën, nuri i madh. Qemal Efendia, këto hoxhallarët tu që kanë jetu ma para, që nuk i ka pas syni haram, su ka prek dora haram, s'kan shku në shkolla laike si ne, pim fëmini me halal janë rrit, me hafëzlek, me kuran, me ilmihale, me ktepet e islamit janë rrit. Ato kanë qenë evlija. Mirë po Allahu Teala din nuk jep dëni shenë që atë i mbalë të që unë jom evlija. Se atër vetë që ato dhe i kishim respektu. Ku dhe shefshim këtë tjetër, nuk o evlija. Ma para s'kanë qujtë insan, oti. Nëse s'ke dhanë mund për me u bo insan i qamil evlija. Tasavufi për që këtë ka funksionu, zëtë. Për që është do dy të në lagje ke pas një sot fregeshta për dmendish këtë fjallë një teqe. Tetova ka qenë mbushur me teqe. Me teqet Nakshibendive. Tu japin terbije muslimanve të nxjerrin evlija. U zhdukën ato që u hapën kazinot. Ama normalisht njerë fillun të prishen. Tamam, u përzi pak shiizmi, u përzim pak bidatet. E në Allahu Teala e bie një zullumqar. Pin Turqia gje, ti mshilen edhe këtu me dëni komunist, e në mapa që. Miru mapa me xhematli që ta shajnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kupton? Neve u desh jemi insani qamil. U desh për evlija lekt punojmë. Rinë duhet se ta kemi atë ambicien shumë të nalt. Unë dëbohem evlija. Sot, maksimum 5 vakët fali. Çdo musliman qatë e ka. Ti fali që ato namazit nuk du të hishëm thellë në fe. Po me që këtë laf ti qesh që mo kishe falë kur një namaz, po mo kishe thanë që këtë laf. I kam qef evlijat që çdo njeri atë qetrin ta respektoj. Ku e dish është dosti Allahut, më gëvon t'ja thesh zemrën. Çka thoshte Allahu Teala në hadithin kutsi? Kush i bëhet dyshman një dostit tem, i shpalli luft. Nuk tha kush i bëhet dyshman Qabes. Nuk tha kush i bëhet dyshman namazit. Kush i bëhet dyshman zeqatit. Zëtën qafir bëhet. Evlias, dostit tem. Allah, ja Rabbi, nuk e dia e meritojmë t'jemi nga dostat e tu. Me të paktën i dum, ja Rabbi. Ja Rabbi, na shto këtë dashni. Na shto këtë dashni, ja Rabbi. Na lidh zemrat për evlijat e tu, për dostat e tu. Ibn Hajar el Asqalani është evlija. Tamam. Ibn Abidini, këto qitapet që i shifni këtu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nevevi. Këto janë evlijat më të mëdhej të umetit. Imam Ghazali, evlija. Të një evlijas t'i thush ka qenë me akidet prishet e stakfurullah, ja Rabbi, qëfar lufte i ke shpall t'i njerit? Allah i kur shpall luft dë njerë dukesh se je brenda islamit, që të dënoje halama te për mbotën tjetër. Ja, një evlijas Allah t'i thush, ki është i devjuar me akide. Imam Maturidi, Imam Eshari, këto kanë qenë pi evlijave ma të mdhej të metit. Dhe kanë rujt akide në ehli sunnetit bën vaktet ma të vështira. Kur janë përhap bidatet e para, ato kanë kanë teren. Ashtu është apo dul tash Allah i na rujt me zhlisin, po më marr dëni shemë. Dul tu një zjarr, kapi spoj do kush, dëni shteker. E ne qellut bashjut parit këtu. Gjithat mund të jepni, ta fekni zjarin, ke mbet pa frym. Tu mbyt, e ne vajnë ma pa hoxha, abe, gjyvajnë ta vera, be, e të thëmë, gjyvajnë be jo vere keqe, kësha. A zëm kështë i thanë, o, gjo, ku ishe bete, kur ishte zjari. Tama? Kanë dhanë mund, po pse i kanë përzi këto çështjet e ilmi qelamit, po i kanë përzi se me ato argumente u desht. Në te i dhe marish atë të bardhin, si i thujnë atë veshën këtë agjë, përdoshim atë shishën e kuqe. Apo, atë thomun e gjima ke përli zyren me atë, te me atë e ke shujt një zjarë. E qashtu këto argumente të ilmi qelamit u desht i përdorin këto ulema, se njeri abo filozof andi. Po Allah u kam qef edhe diçka tjetër, për shumë vdekjen e kam qef që mos tjetojmë rahat, çdo moment jemi në kujdes e kështu me radhë. Pastaj i përmente disa vakte, disa kohna që më tepër aty pranojnë lutjet, jo se në vakte qera s'pranojnë, po më mirë që ato momente me u lut se pranojnë. Për shembull thoshte, kohën kur thirret ezani, ndërmjet ezanit dhe kametit, kur thirret ezani i dytë ditën e xuma, momentet e fundit të ditës së xuma para akshamit, apo edhe para namazit të akshamit, dakikat e fundit. Qetër,
kur shkojsh në vizitë të një njeri smur, apo pejgamberi alayhi salatu wasalam na thoshte, kur ta vizitosh një të smur, kërkoj ati lutje, se lutja ati është si lutja e melajqeve. Kjo kalon në për qitabe. Apo, kur je në gurbet, kur je në vetmi nga vatani, je largu, aty pranojnë lutjet lutu. Për qatë gurbet sharve, i kërkojmë, na luten sa ma shumë, sidomos për fëmijët tonë. Mbas namazeve farz, pranojnë lutjet, Allahume ente selam, wa minke selam, kur themi. Drejt në atë moment, ja Rabbi, bëmi fëmijët namazli, amin. Ja Rabbi, ka një kësmet të hajrit, amin. Kur e mbarojsh khatmen e Kur'anit, ato lutje pranohen. Mas leximit të surës Ikhlas, lutjet pranohen. Lutjet pranohen në një xhamat që arrin numrin 100 vet. 100 veta. Namaz, a falem. 100 veta një namaz të gjenazes, a e falem. Me lejnë e Allahut aty lutjet pranohen ma shumë. Ja Rabbi, më shiroj këtë të ndjerë, këtë të vdekur, këtë merhum. Momentin kur je prezent, tu dhan shpirt dëkushi. Tamam, që është në agoni të vdekjes. Në atë moment pranojnë lutjet. Pranojnë lutjet edhe kur këndon gjeli. Pranojnë lutjet imami kur thot vele dalin, të jatë aminin dhe e bësh me njet të atyne gajleve që e kjem brenda. Qka ta shqetson zemrën, qatë bone njetën e të qiteni pazan, normalisht një amin, që shupim brenda. Kur bie shi, kur e shojsh qaben, Allah ja Rabbi na bëj nasib. Kur e shojsh qaben në atë moment, pranojnë lutjet. Po ne jemi aq të dobët, vallahi unë që këtë e kom mendu shpesh. Aq sende dhe kisha kërku që në atë moment, pi emocioneve të mëdhaj dhe më lidhet gjoja, së ndë lutesh, ndë hi kisha shansë. Gjudesh lut në fregem dhe më kaloj dhe një këtë lutja, dhe një Arabi, një 5 milion euro, dhe një si ja bëne i cërni, fulus. Atë duhet të kapish o për qafe, hes mërsh more, mozim vend këtë. Tamam. Fregesh, edhe një, ja Arabi, që të puma gjisë një komblija, veturën më dreshma, ja Rabbi. Jo me këtë lutje, po që në mësojnë ulemat. Ne zdime dhe të lutemi. Në mësojnë ulemat. Thot dhe kërkoje më të rëndësishme. Më të rëndësishme dhe kërkoje. Që aty dhe dalen mejdan, ku e kje zemrën. Hoxha jem Mahmud Efendia, kur ka një shku në numre ose në haqë, me gjematin e vetë u ka thanë, nuk dhe bëjni kur një lutje qeter, vetëm një. Ja Rabbi, ma bëj nasib rizan tënde, ja Rabbi. Veç rizan tënde. Zaten që kjo ajo lutje që ti hap kitë veprat e majra. Do me thënë, gjdo vepr, gjdo lëvizje, gjdo moment, veproj si pas rizas tënde. Që kjo është më e rëndësishmja. Ama kjo kërkon një zemër shumë të naltë. Se mund të rizaja Allah i tjetë, bëjsh sabër në një sprov shumë të madhe. Faktikisht që atë ke lip. Temi një sprov shumë, një fukara lajkë. Ku e dish atë e ka fejtë Allah i atë. Si të bësh sabër atë është rizaja. A ki e zemër të qabi atë të lipish. Ne atë nivel nuk e kemi. Që tash në të regon kjo myfti i dashur, qka duhet të kërkojmë nga Allah. Më e rëndësishmja është të kërkojsh falje nga gjynafet, nga taksiratet. Taksirati vjen kur i bëjsh punët e mëngta. Allah ja fal taksiratet, a themi. Mëngët i ke lan punët. Ke fal farzin, sunetin se fale. Ke fal farzin, son sunetin se fale. E nejse një ders në gjim se laje. Nejse të lezësh supare, e laje në gjim se në hinen musaf. I ke bo 79 vjetë. Po kur be loçk? E dini ju, supare, si të vjetë regullisht, njavët 2 dit, ka gjys ore, për 2 muj hishën kuran. Që këtë se ne ka bo njeri ta njetën. Kjo nuk o taksirat, kjo mallkimi Allahit. Dhe me kërku afjet. Afjet do thot mirëqenje, rahatlejk, shëndet. Dhe të thot Imam Shibliu, rahimahullahu ta'ala, afje do thot selametu din min el bid'a, të rujsh imanin, të rujsh dinin nga bidatet dhe nga veprat e këqia, e në bidate po e në harame. Të ruajsh nefsin nga shehwetet, pra nga epshet e saj, dhe të ruajsh zemrën nga gajlet e në streset. Ja Rabbi, na i pastro zemrët. Atër shkurtimish me 2 fjalë. Ja Rabbi, af e në afjet.
Af, mi fal gjunafet e në mangësit taksiratet, e në afijet, na jep ja Rabbi, iman të shëndosh, akide të shëndosh, veprat mira, na ruaj nefsin nga shehveti, se ajo disa sekonda, po, të shkelin njerëzit, e ke pa qaben, gjithë lutesh. Ja Rabbi, af e në afijet, amin. Që këtë? Zaten ja qëfar kuptime shhynën brenda. Qetër, istikamet ale din, të qëndrojnë kamët fuqishëm me istikamet, me qëndrueshmëri në dinin e Allahut. Musahabetu salihin, të kje shoqëri me njerëz të mirë, që do të thirin në mexhlis, do të thirin në ders, kur dhe shohin se kenes më vesh në ders, do të thërin, mo ne nuk jemi në atë nivel, kur dhe shohin se kenes pa ish drog, do të thunë mos pa i drog, atë mo, ne ta boj aj që do vije për dawa, që kanë det me ato drogirashët. Ne si dim ato rrugë, tamam. Neve mo shoshnin duhet të arrujmë, o gjallë, të i djavë s'ke arë në derës bete, du shdevjojsh, tamam, neve në këtë nivel dhe mbaj. Ka dhe kush tjetër, dhe mirët edhe me ato. Ne s'dim të mirë në me ato. Se s'ja dim as, dhe njerë pak erën që ty do të ri, e lishojnë që atë erë. Ama nuk e dim as nga ftyrat i kuptojmë, as nga sjelljet që ni kuptojmë, tamam. Për që atë ne dhe koncentrojna, s'karë që që djavë në derës. A je marrë me mende me te. Pas e kënë gjuhë hoxhën se tha, Imam Rabbani rahimahullah kudit se siru ka tha, një njeri, 40 dit nëse nuk në gjonë ders, 40 dit i vejnë, një muje, një javë, apo? Sa derse i vejnë? 5 derse. 5 derse, 40 dit, nëse nuk në gjosh ders, të hynë një pike zes në zemër, i hupi shkit në gjenjat islame. Ase në gjovet e këtë thënje ti alimit mas. Apo pejgamberi a.s. kur tha, men arada fa arada Allahu an. Kush ja kthen shpinën në Allah, ja kthen thojza shpinën, thot hesen taj së mduesh. Nëse taj nuk të deshka feja islame të mëtësh, me gjlisi nuk të deshka, e në taj së mduesh mu, thot Allahu dhul gjelal. Nuk janë këto exagerime, gjema, që këshu janë. Shoqnit hajrit, të qtoje ma te për ibadetet bëjsh. Apo edhe ta kiesh me karar zemrën, të të vendoset zemrën në dashnin e Allahit. E në moj jesh nga flet as njerë. Non stop në zemrë ta kiesh, Allahu adjet razi. Këtë fjallë dhe e thomë Allahi adjet razi. Këtë gjes dhe e bëj Allahi adjet razi. Apo ka i në thanë ulemat, qka do të të afjet, nefsum bila bela, vë sahibun bila gjefa, vë riskun bila ana, vë amelun bila rja. Ja, qëfar definicion e shej. Taknat hund atë hundën tonë. E në hundën taknat. Taknat veshin ma pa shpirtin. Ta kiesh një shpirt pa belaja. Do me thënë, një jetë pa bela, mos provohesh me sprovat ranta. Ta kiesh një shok pa gjefa. Gjefa, më të maltretojë dhe një shok. E dhe njerë e kje dhe një për dit ankohet që struja, erth shëm, drujnë duhet ti marë, gjali usmu, motra, gruja, po ka dalë belo se ne kemi streset tona, pak në len një kafe të apajmë rahat, një dost pa gjefa, ose më të të fejtem probleme. Ase shucni, shejtani ashtu e kalzon njerin, duhet kalzohe shucni, ka hin kredit e në kërkon garantor, se i thujnë atin. Në nshkruum, ne më në këti, si i thujnë asaj? Ha? Zhiran? Zhiran. Fallafi. Zhiraf. Hin në zërmë gjenemit bashkë me shok. E ma pa këto për herë, ta dini këshu, për herë që ato përfundojnë të idhënon. Për herë përfundojnë të idhënon. Se një njeri që të fejt në luft me Allahun të adesh se i pari dhe hike kur dhe shofe zortin. E ndë të rastoje. E ndë jes ishti mapa, tja pastruish ati që ato kamatat Allahin arrujt. Riskun bila ana dhe një risk të bolshëm, pangushtim, po edhe amelun bila rja, vepra pa rjaja, që këto duhet me ju lut. Tema ishte të vdekurve me u boj lutje, po këtë djetar tash në mëson do parime se si duhet lutemi, si duhet t'i mbajmë ment aty me qëfar njete duhet lutemi. Po ka në thanë afjet, mirëqenja, rahat lejki, shëndeti ma i mirë është, ta mbylle gojën pra, hatme t'ja boje jetës, ta përfundoje këtë jetë njeriu, me shahadet, thush la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, në ta dorëzojsh amanet. Thënë, kur di thush, ja Rabbi, af e në afjet,
kitë që këto kuptime në brenda, ti mbajni. Pastaj të mgjallet me njerëzit e mirë, me evlijat, me pejgamberët, me sahabët, në botën tjetër dhe ta kalojë urën e siratit, e të hyje në xhennet, fedhalike al-afiyet, që kësaj thunë afiyet, waffaqan Allahu, amin. Allahu Taala na boft nasip edhe neve, amin. Amin, amin. Me këtë atër mund të mbarojmë se në hinëm hiqë në temë, po elhamdulillah u hapën temat bukra nga komenti. Pra titulli i dersit le të jetë kjo, lutjet dhe sadakat e të gjallëve i japin dobi të vdekurve. Pastaj javën tjetër inshallah kur dhe mbajmë të diellën mas sabajt, të diellën mas namazit sabajt. Po hoxhu erdha dera mshel, po është i mas sabajt apo ndonjëherë vonohet njeri, ama mona hiken kaza sabahi vetëm. Tamam. Nëse kemi thënë dhe mbajmë rani rat. Na bëjnë halal nëse kanë kthy sot njerëzit mbas, ama mirë është me kujdes të vajmë pak ma herët, të hapim mezhlisin se mund njeri të ktheje, atër i hym dër hak aty. Ama kur themi diellat mas sabajt i mbajmë edhe i mbajmë me lejnë Allah. Për çat si vinit premtet mas akshamit, hajde edhe diellat mas sabajt, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el-Fatiha.